Hello, po kthehem në një kanal personal ku do të më shihni më afër se kurrë. Ju e dini që prej kohësh jam shfaqur në YouTube gjatë karrierës sime në muzikë, film dhe në shumë emisione. Por tani është koha për një kapitull diçka pak më ndryshe. Kështu që sot për juve kemi bërë një podcast shkurt bashkë me Damasianin, djalin tim, pyetje dhe përgjigje. Edhe shpresoj që do t'ju pëlqej dhe ta ndiqni deri në fund. Mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë të ri. Subscribe ose aboniren, edhe ta ndizni zilen për çdo video të ri. Ju përqafoj shumë. Okej, po vazhdojmë pra me pyetjen e parë pa humbur kohë. Damasian, kush të shtin me ki... Atë kaloj. Me shok për klasës tem, ti edhe babi. Okej, mirë shumë. Cili vend pëlqen për me udhëtu, me bo urlaub, pushim? Në cilin vend kishe shku, me prit qefin e botës? Dubai. Dubai? Okej, vend i mirë. A je i lumtur që më ke munon? Po. Shumë? A pak? Shumë. Çfarë muzike të pëlqen ma shumë? Argëtuese, popullore, anglisht apo gjermanisht? Shqip. Shqip, mirë. Ritmike, R&B? Hip hop? Apo muzika? Cila muzikë të pëlqen ma shumë ti? Kallëzëm edhe një herë se s'kom ni ma heret. Ju. Cila? Ty. Konga e? E jote. Cila kongë ma shumë ti e jemja? Ajo e para. Qysho qujt? Dash. Bravo! Zemra jam. Okej, vazhdoj me pyetjen tjetër. Qa ke qef mu bo, qka dëshirën mu bo kur të rritesh? Shef. Po. Ti me konë shefi, okej? Edhe diçka më ke thonë që kom qef mu bo? Qka? Që më thu shpesh? Qysh? Bilioner, wow! Cila është lënda jote që preferon ma shumë? Anglisht, gjuhën gjermane, apo matematik? Cilën e pëlqen mas shumë ti? Shkrimin edhe matematik. Bravo, në matematikë e di se je shumë i shkëlqyshëm. A ki shumë shoqëri në shkollë? Po. 10 vjet, 10 shok e shoqe. Okej. Nëse kishe pas mundësi mu bo Superman, qka kishe pas qef një ëndër me realizu? Do më kanë minimum që s'ka më vëpë dhe du me jetë bukë edhe minimum. Luqka, mami, sa zemër mirë që je, është edhe njëtën reale, është shumë që shtë zemër mirë. Shkojmë me pyetjen tjetër. Atë kom gëzu në ty ndë njëherë shumë edhe kur? Kur je një ma i lumtur me mamin? Po. Kur e na kanë ku kanë bora, Po? kena luqë shumë asi me borë. Me boksa bore. Po. Edhe aty je një shumë i lumtur, apo? Po. Edhe pyetja e fundit, qka të pëlqen mas shumë ti me bo pas shkollës? Masi t'ja krysh shkollën, vjen të shtëpia? Po. Vi të shtëpia, i loj dush, i hike të shat, dhe Po, hoj buk, po. edhe tonë që pushoj një 30 minuta, edhe tonë që... A këshyr pak TV? Po, këshyr pak televizor. Edhe kështu. Edhe tonë që shkoj me shok jashtë, edhe tonë që vi. Ja, vazhdojmë tash me pyetjet e tua, që kime mi bo mu? Cili ushqimi që donë ma shumë ti? Ushqimi që më pëlqen mas shumë ti, une sidomos që jam dietale, kove fundit, e pëlqen salatat. Ti din ato salatat? Okej. Picat, brumnat nuk i pëlqej as pak, e din edhe Damasiani. O që ashtu mami? Okej, vazhdojmë me pyetjen tjetër? Mami,
A ke mësu shumë në shkollë sa Shoqe. shoqe ke pas në çka ke studium në shkollë? Pyetja do më thonë, po, shoqëninë e kom pas shumë gjanë, edhe shkollën fillore kom kry 9 vjeqare, pastaj 4 vjeqare kom kry shkollën e mesme, edhe 4 tjera fakultetin kom studiu në ekonomik, kom pas drejtimin ekonomiks për gjithshëm, përfundu edhe masterin, po ashtu. Mami a ke mësu shumë, po kam qenë nxënëse tepër e mirë, krejt notat I kom pas shkëlqyshme, po ashtu edhe në fakultet kam mësu shumë, kështu që çdo herë vetëm notat mira kom marrë, edhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë të jetës time. Qa ke qef më bo unë kur të rritem? Qa kisha pas qef dëshira jeme që ti kur të rritesh mu bo, kom shumë kështu... A? Këngëtar. Po, këngëtar kisha pas qef që ti mu bo. Edhe ki talent, edhe me aktrim pse jo, ki shumë talent edhe në këtë pjesë, por ajo është zgjidhja jote kur të rritesh ti e merr vendimin tënd që ka ty të flenë në zemër. Okej? Po, zor është një herë derisa ta gjej punën. Jo, ti dush me studiu, edhe studimet dush mi zgjedh se për çka don me shku, për cilin drejtim. Okej, vazhdoj me pyetjen tjetër. Pa te ka lejqy të bësh kur ishe vogël? Kur jam qenë e vogël, kom pas qef me lujt shumë me kuklla. Tani mas një kohe, kur kam fillu në shkollë me shku, qefi jam ma I madh I botës o konë që kur filloj këtë dita e shkollës me shku në shkollë. Ekstrem e kom dasht atë ditë. Edhe jom konë I fëmijë qetë, nuk jom konë shumë ashtu fëmijë lazdrum ose që kom qajt shumë, kom nejt me një ven, ku më kanë thonë ashtu, kom ndëgju shumë mamin, babin, këtë I kom bo qka ata kanë dasht. Isha unë kur jam konë I vogël. Ti kur je konë I vogël, ke qenë një fëmijë shumë energjik, ke qenë një fëmijë tepër I zgjut, por kur ke dash një diçka që ti me bo, me pas, e ke bo, je zhvarrit në për rrugë, në tokë, në rrugë, market, derisa u dash me ta marrë qatë gjësend që ti e ke dasht. Po kupton? Ose për shembull, kur do ishim me dalë dikun, na u ka dash me ndru drejtimin se ti nuk do ishe me ardhë aty ku na do ishim me shku. Apo kupton? Mirë. Unë kom dash si lujna. E lojna, na do ishim me qun lojna, ti momentin e fundit të ishe jo, po du atje, po du këto. Ose kur kena dalë me hongër një dark, një drek, ti kena I të mirë. Ja, ato jom konë si fëmijë që je konë I vogël, mirë po tash ti je bo një djalë tepër I zgjut, edhe ato krejt kanë kalu, se je konë I fëmijë, edhe tash, do më thonë pres për teje veç arritjet më të mëdhaja. Okej? Edhe kështu guys, këto ishin pyetjet tona për këtë podcast. Shpresoj që ju ka pëlqy vlogu jon I parë. Ju përshëndetim, ju përqafojmë shumë, mos harroni me na bu subscribe. Apo dami? Po. Edhe like.